Nëse vuani nga këto sëmundje, mos konsumoni qep. Ekzistojnë kategori të personave që nuk duhet të konsumojnë qep. Ju njohim me disa prej tyre sipas helthit të saj. Nëse keni çrregullime të gjakut, qepa mund të rrisë rrezikun për gjakderdhje. Mos e përdorni ekstraktin e qepës nëse keni çrregullim të gjakderdhjes dhe merrni medikamente. Alergjitë ndaj ushqimeve. Personat që janë alergjik ndaj selinos ose edhe lëndëve të tjera nuk duhet të konsumojnë qepën. Çrregullimet të tretjes. Qepa i përkeqëson edhe më shumë simptomat e çrregullimeve të tretjes. Mos konsumoni qep nëse i keni këto probleme. Nëse vuani nga diabeti dhe merrni medikamente, mos e përdorni qepën si një trajtues, pasi mund të rrisë nivelet e sheqerit dhe nëse vuani nga diabeti dhe përdorni ilaçe, mund të shkaktojë edhe çrregullime të gjendjes suaj. Qepa është një perime shumë e mirë nëse konsumohet brenda normës dhe kështu do të ofrojë vetitë e saj pozitive në mbrojtjen e shëndetit.